16 tetori shënon ditën ndërkombëtare të ushqimit, ku synohet të rritet vetëdia mbi rëndësinë e ushqimit. Në një lidhje virtuale, specialistja e intolerancës ushqimore nga Shqipëria, Anila Kalleshi, ka treguar për zakonet më të dëmshme ushqimore të shqiptarëve. Kur flasim për shqiptarët, natyrisht kanë mjaft dëshira për të konsumuar sasi të lartë të kripës dhe ushqime mjaft të përpunuara. Kjo natyrisht shoqërohet, dim që tashme konsumimi i tepërt i kripës shoqërohet me hipertension, natyrisht prezenca në produktet e fast foodit, ushqimet e konservuara, salsat industriale kanë të fshehur krip brenda. Gjithashtu, mungesa e perimeve dhe frutave, si dhe e fibrave natyrore. Një dietë që nuk ka perime dhe fruta, pra që është e varfër në fruta dhe perime, nuk siguron mjaftueshëm fibra, gjithashtu nuk siguron antioksidant, po kështu mikronutrient. Sipas specialistës Kalleshi, është e rëndësishme që qysh në moshë të hershme, fëmijëve t'ju ofrohet kulturë shëndetshme të ushqyerit në mënyrë që të ruajnë këto zakone edhe kur të rriten. Fëmijët që mësojnë të konsumojnë që në fëmijërinë e tyre, fruta, perime, ushqime të papërpunuara, të kenë marrëdhënie pozitive me ushqimin, ka një probabilitet shumë të madh t'i ruajnë këto zakone edhe kur të rriten. Nëse ne edukojmë fëmijën që në moshë të vogël, ne parandalojmë obezitetin dhe smundjet metabolike. Është shumë e rëndësishme në politikat shkollore ose programet e fëmijëve të jemi vazhdimisht prezent ndoshta me këshilla dhe për t'i treguar dhe ndërgjegjësuar fëmijët për rrezikun që shfaqin konsumimet e ushqimeve me sheqer dhe yndyrnat e rrezikshme. Në ditën ndërkombëtare të ushqimit, specialistja Kalleshi pati edhe një mesazh, duke u shprehur se sot më shumë se kurrë, ushqimi është fuqi. Mesazhi im kryesor për ditën ndërkombëtare të ushqimit 2025 është që ushqimi është gjuha jon universale e jetës. Çdo vakt që ne zgjedhim është një vendim për shëndetin ton, për planetin, për të ardhmen që duam të ndërtojmë. Sot më shumë se kurrë, ushqimi është fuqi. Një botë ku miliona njerëz vuajnë nga mbi pesha dhe miliona të tjerë vuajnë nga uria, sfida jon është të ushqemi me ndërgjegje. Jo vetëm për veten, por edhe për tjerët dhe për tokën të gjithë që na mban të gjallë. Le ta kthejmë ushqimin në akt dashurie, përgjegjësie dhe respekti. Në ditën ndërkombëtare të ushqimit, synohet të rritet ndërgjegjësimi për ushqyerje të shëndetshme të sigurt dhe të përhapet vetëdijsimi për ata që vuajnë nga uria dhe keq ushqyerja.